Flamurtari pret të dielën në Vlorë Kastriotin e Krujës, ku qezinjtë kanë dhënë dorën e fundit përgatitjeve për ndeshjen e radhës. Trajneri i Flamurtarit Andrea Agostinelli apelon për kujdes. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora këtë të shtunë, Agostinelli thotë se parashikon një sfidë të jetë të vështirë, por ka shumë besim tek futbollistët e tij se do të bëjnë më të mirën. Me Kastriotin është një ndeshje shumë e vështirë, është me plot fjalë një tjetër sfidë dhe një tjetër finale. Nuk duhet të shikojmë në çfarë vendi apo pozitash është Flamurtari. Ekipe të tilla ta bëjnë edhe më të vështirë. Por nga ana tjetër është edhe ajo që unë kam thënë gjithmonë që çdo skuadër motivohet shumë përballë nesh. Ne jemi Flamurtari dhe të gjithë e dinë këtë gjë. Ne nuk i druhemi askujt, por nuk në vlerësojmë asnjë kundërshtar. Për ne gjithmonë çdo sfidë është e vështirë. Kështu do të jetë edhe kjo ndeshje e radhës. Trajneri Andrea Agostinelli shpreh se beson te skuadra që drejton dhe se është i kënaqur nga futbollistët. Ai thotë se ka një skuadër që po prodhon lojë por edhe rezultat. Gjithmonë kam qenë i kënaqur me djemtë e mi. Ata janë profesionistë dhe kanë ditur që të reagojnë në çdo ndeshje edhe pas ndonjë hapi jo të mirë. Kam një skuadër të mirë dhe normalisht që nuk ka se si të mos jemi kënaqur. Kjo është një skuadër që prodhon lojë por edhe rezultat. Mbi të gjitha është një skuadër që di të reagojë edhe pas ndonjë rezultati jo të mirë. Në një javë, Flamurtari, ashtu si edhe skuadrat e tjera, do të duhet të luajë 3 ndeshje, së bashku edhe me takimin e të dielës, me një ngjeshje kështu të kampionatit. Por sipas italianit, kjo është një ngarkesë për të gjitha skuadrat, ndërsa u bën thirrje tifozëve të jenë të dielën në stadium për të mbështetur skuadrën. Lodhja vlen për pothuajse të gjitha skuadrat. Nuk kemi çfarë të bëjmë për këtë pjesë. Ky është futbolli, kjo është puna jon. Normalisht do të kemi edhe ngarkesë. Patjetër që ne i ftojmë tifozët që të vinë në stadium. Ne luajmë për ata, kështu që duhet ta ndjekin dhe të kënaqen me skuadrën e tyre. Të gjithë bashkë të gëzojmë për ta çuar Flamurtarin ku e ka vendin në Super League. Ndeshja mes Flamurtarit dhe Kastriotit luhet të dielën në Vlorë në kuadër të kampionatit kombëtar të kategorisë së parë dhe starton prej orës 14.